shkelje e rënde kushtetuesit. Në eni 46 ishte abuzim i pastër me pushtetin. Çdo qytetar shqiptar të protesta është e drejtë kushtetuese. Në eni 46 i saj e sankcionon të drejtën e çdo qytetar shqiptar të protestojë. Liria personale është e drejtë themelore, nuk është kock patronazistës që mund na hedhin sa herë të duan apo sa herë të mos duan. Dhuna ndaj protestuesve ishte pa shpjegim logjik. Nuk kishte asnjë arsye pse të përdore kjo dhunë që u përdor. Por ajo që e bëri akoma më të rëndë ngjarjen ishte fakti se dhuna nuk u ndal në shesh. Ajo vazhdoi në çdo komisariat, ajo vazhdoi në çdo arrestim, ajo vazhdoi në arrestim në shtëpi, në rrugë, në lokale, të qytetarëve, të protestuesve, të fëmijëve, të grave. U ushtrua dhunë gjatë shoqërimit, u ushtrua dhunë gjatë arrestimit. Sot kemi 19 qytetar të arrestuar. Dhe e them me përgjegjësi të plotë, të cilën do ta them fort për çdo njërin nesër në gjykat. Për asnjë prej tyre nuk ka asnjë provë penale, nuk ka asnjë fakt, nuk kanë kryer asnjë shkelje. Dhe sot, nga kjo foltore, e kam për detyrë t'i përmend emër për emër, se ata nuk janë statistika, janë qytetar, janë bitë këtij vendi, janë demokratët dhe djemt tanë. Ergi Shkurta, Ervis Mirashi, Ardian Toli, Sali Saraçi, Besnik Bali, Leonard Gjabexhiu, Alket Toska, Edison Huli, Blendi Spaho, Elton Hoti, Roni Vizhoti, Hamza Cani, Thomas Koja, Ardian Lici, Anduel Leshi, Anastas Mema, Alan Lika dhe Klodian Bajrami. 19 emra, 19 arrestimet palishme, 19 shpërdorim detyre, 19 shkelje të rënda të ligjit. Çdo arrestim pa provë është i palishëm, çdo dhunë është vepër penale, çdo urdhër politik për ndalim qytetar është përgjegjësi penale. Askush mos guxoj të fshihet pas uniformës, askush të mos fshihet pas urdhrit. Ligji njeh autorin, por mos harroni. Ligji njeh dhe bashkë autorët. Ky pushtet sot nuk po qeveris me ligj, po qeveris me frikë, dhe ne këtë e pam në protestën e fundit dhe në dhunën që ushtruan. Por sot dua t'u drejtojmë juve qytetarë të lirë që jeni kudo në Shqipëri, ju që ishit në protestë, ju që do t'jeni protestën e radhës dhe ju që me zemër jeni pranesh e nuk mund t'jeni në shesh. Mos u intimidoni, mos u tremni nga dhuna, mos u tremni nga arrestimet e palishme, sepse kur shteti fillon arreston qytetar pa prova, mos harroni, është fillimi i rënjes, është frika nga reagimi juaj. Faleminderit çdo demokrati që doli në protestë pa frikë. Faleminderit çdo qytetari të lirë që qëndroi. Faleminderit sidomos prindërve që ju arrestuan fëmijët e që nuk u trembën. Faleminderit grave që nuk heshtën përballë dhunës. Ju jeni fytyra e vërtetë e Shqipërisë. Dhe le ta dëgjojnë mirë ata këtu pas nesh që sot përdorën forcën për të mbajtur pushtetin. Partia Demokratike është këtu. Partia Demokratike nuk tërhiqet. Demokratët dhe Partia Demokratike nuk i braktisin protestuesit. Ne jemi pranë çdo të arrestuari, pranë çdo familje, pranë çdo qytetari të dhunuar. Ne do ta ndjekim këtë çështje në çdo shkallë të gjykimit. Dhe këtu gjë rastin t'ju ftoj që nesër në orën 11 të gjithë siç jemi këtu dhe të tjerë përveç nesh t'i drejtojmë gjykatës shkallës parë dhomës penale dhe në orën 11 të gjithë së bashku të suportojmë dhe t'u japim mbështetje morale, politike dhe qytetare të gjithë djemve tanë që sot ndodhen në bllokun e sigurisë të arrestuar në mënyrë palishme. Sot, ata që kanë shkopin e gomës, ndoshta qeshin me ne se ne ju dukemi pak. Ata që kanë gazin lotësielës, ata që kanë prangat,
ata që na dhunuan, por një gjë ta dini mirë. Ju kriminal, me pushtet të vjedhur dhe jo me autoritet. Ju që jetoni nga propaganda, ju që mbi jetoni nga frika, ju që do të bini nga e vërteta. Do ju them vetëm 2 fjalë. Për gjithë ata që pretendojnë se demokratët paguen për të ardhur në protesta. Ju nuk i njihni demokratët. Ju nuk e njihni zjarrin e idealit. Ne nuk shitemi, nuk blihemi, nuk përkuhemi. Ju jeni mercenar të ndyrë të korrupsionit. Ne jemi luftëtar të dinjitetit. Dhe pushtetet e kalbura bien gjithmonë kur ato përballen me njerëz të lirë. Liria nuk arrestohet, e drejta nuk dhunohet dhe Shqipëria e demokratët nuk do të heshtin kur. Mirëmbrëma, qendrestar të qendresës së madhe që ka bërë epokë. Mirëmbrëma dhe uroj që kjo mirëmbrëma të shkojë deri në Bruksel. Për të vetmen arsye se atje ne kemi liderin ton që shpresojmë që do t'i rregullojë ca gjëra për të cilat na mbajnë peng. Këtu mbrapa meje është kështjella hajnis, kështjella e turpit. Dhe përfaqësuesi kësaj, ose lideri i kësaj godine, sot derdh lot në murin e lotëve të Izraelit, që i vjen keq për popullin e tij. Prandaj është atje. Ka takuar liderin e Izraelit se është i ngjashëm me të, ky është i ngjashëm me gjithë diktatorët e botës dhe nuk besoj se i vjen keq se çka lën këtu. Ky ka porositi me datë 24 policin e partisë, se polici shteti ka kohë që nuk kemi, dhe i thatë përdorni gjithë mjetet e mundshme, vetëm ta shtrojmë këtë popull që ai ka konsideruar dele, po popull që do t'i vëj lakun në fyt atij dhe zagarve të tij. Unë mendoj që protesta e 24 janarit i arriti objektivit të saj, pavarësisht dhunës të ushtruar nga pushteti. Ne ishim koshient që ata do t'i përdornin të gjitha mjetet e mundshme dhe nuk ishte rastësi fakti i përdorimit të gazit të skaduar. Jo, a ishte qëllim vete. Të na dëmtonin sa më shumë të ishte e mundur. Dhe ata bëjnë fjalë jo për të dëmtuar të popullit, për të dëmtuar policë të partisë. Se sa u dëmtuan këtu nga populli e din ata që e vuajtën, dhe gjykoj që do kemi rastin ta shprehim përsëri 24 janarin. 24 janari nuk është vetëm, ne kemi përpara 24 janar të tjerë në të cilët do shpalosim guximin, vendosmërinë dhe aspiratën tonë. Përsa i takon policisë se duhet të qëndroj tek policia për t'i vënë notën, shumë policë ishin mes nesh, ishin civil. Jo se s'kishte uniforma policia e partisë, por se ashtu i kishin marrë detyrat. Nuk kursyen asgjë. Edhe ne do jemi të pamëshirshëm me ta. Do vi dita jonë, dita e fitores, dhe nuk është largë. Faleminderit.